kjo është tradita etiopiane e diskut të buzës. Por pse është ky zakon kaq i pazakont në këtë kulturë? Disku i buzës simbolizon pjellorinë dhe karakterin e një gruaje, dhe besohet se sa më i madh të jetë disku, aq më e bukur konsiderohet gruaja. Kur një vajzë arrin rreth moshës 10 vjeçare, i pritet buza e poshtme për ta ndarë nga dhëmbët dhe në plag vendoset një disk i vogël prej druri. Me kalimin e kohës, plaga shërohet dhe disku prej druri zëvendësohet me një më të madh. Pa një disk në buzë, edhe vajza më e bukur nuk mund të martohej. Disjet e buzës vijnë në forma të ndryshme dhe vajzat mund t'i zbukurojnë sipas dëshirës së tyre. Disa vajza i heqin disjet gjatë ngrënies ose pirjes dhe më pas i vendosin sërish. Përveç disjeve të buzës, këto gra shpesh e zbukurojnë pamjen e tyre me degëza dhe guaska. Megjithatë, sot gjithnjë e më pak vajza të reja zgjedhin të mbajnë disje në buzë. Më ndiqni për të mësuar më shumë rreth kulturës